Janë momente pak para se diktatori Enver Hoxha të bie në kom. Pamjet paraqesin fundin e jetës së njeriut, krimet e të cilit në Shqipëri i ndali vetëm vdekja. Dokumentari mbi jetën e Enver Hoxhës, i realizuar nga Blendi Fevziu, sjell në ekran faktet që dëshmojnë për krimet e bëra gjatë kohës sa ai ishte në krye të shtetit shqiptar. Me dokumentet e arkivit shqiptar dhe privat të diktatorit, me rrëfimin e atyre që e njohën dhe të atyre që vuajtën, Fevziu krahas dokumentarit sjell edhe librin që i dedikohej atij, njeriu që për 41 vjet sundim mbajti Shqipërinë në izolim. Zbulova që Llazar Fundo kishte qenë shok zyre me Titon në Moskë, ishin zënë, pastaj Enver Hoxha kishte marrë urdhër nga Tito që ta eliminonte. Dokumentari, i cili u shfaq për herë të parë në Prishtinë, bazohet në librin që pas botimit ka thyer rekordet e shitjes. Në një ligjëratë të hapur, Fevziu tha se libri nuk është histori, madje ai shtjellon edhe Enver Hoxhën e Shqipërisë dhe atë të Kosovës. Enver Hoxha e Shqipërisë ka qenë diktatori që dominonte një vend. Natyrisht që unë mendoj që Kosova nuk duhet kishte asnjë iluzion, por padyshim që adhurimi që ka qenë ndaj Enver Hoxhës, unë gjykoj që nuk ka qenë ndaj personit, por ka qenë ndaj kreut shtetit shqiptar. Vlerësim pozitiv për Enverin sipas autorit kanë edhe disa politikanë kosovar. Personalisht e gjykoj peng të një lloj ignorancë intelektuale, domethënë mangësie intelektuale. Fevziu takua edhe me studentët e Universitetit AAB, derisa promovimin e librit e la ta bëj pas dokumentarit.